Me sa duket, Bashkia e Selenicës e ka humbur betejën për menaxhimin e mbetjeve urbane dhe atyre inerte, pa shkuar në Parkun Arkeologjik të Amandjes, një ndër destinacionet e preferuara nga turistët e huaj dhe ata vendas, përballen me një pamje as pak normale. Pirgje të mëdha me mbetje urbane në anë të rrugës, por sikur të mos mjaftonte kjo, her pas here këtyre mbetjeve u vihet flaka. Ndërkohë që Amandja është një ndër sitet kulturore më të vizitueshme në të gjitha muajt e vitit. Kjo ka bërë që Bashkia e Selenicës të mos ketë një plan konkret për menaxhimin e mbetjeve të ndryshme, edhe pse është përfolur që do të luftohet më së shumti ndotja e ambienteve të ndryshme nga ana e pushtetit vendor. Shumë pranë aksit rrugor që çon drejt Parkut Arkeologjik të Amandjas, një prej zonave më të frekuentuara nga turistët e huaj, por edhe vendas, vërehen sasi të mëdha mbetjesh që krijojnë një pamje as pak normale. Në shumë raste këtyre mbetjeve u vihet edhe zjarri, duke sjellë një situatë shqetësuese dhe të papranueshme. Ndotja nga mbetje të shumta tregon një problematikë serioze në këtë zonë. Nga ana e Bashkisë së Selenicës duket se mungon një plan konkret për menaxhimin e tyre, duke lejuar depozitimin në vende të ndryshme dhe të pakontrolluara në anë të rrugës. Sfida e menaxhimit të mbetjeve është një problem i madh për pushtetin vendor, por duket se Bashkia e Selenicës e ka humbur këtë betejë. Ky aks rrugor frekuentohet shumë për shkak të Parkut Arkeologjik të Amandjas, por pamja e parë që u ofrohet turistëve në kontaktin dhe impaktin e parë nuk është ajo që duhet të prezantojë një vend që synon zhvillimin e turizmit. Situata mbetet shqetësuese, nga pamjet duket qartë se mbetjet janë të depozituara aty prej kohësh në këtë zonë, ndërsa mungojnë masat dhe planet konkrete për ndryshimin e kësaj gjendjeje të krijuar prej vitesh. Mbetjet dhe tymi nga djegja e tyre shkaktojnë shqetësim për banorët e zonës dhe një ndotje të konsiderueshme të mjedisit, ndërsa është e vetmja panoramë që paraqitet çdo ditë për banorët e zonës. Menaxhimin e mbetjeve duket se Bashkia e Selenicës nuk e ka problematik prioritet, duke lejuar depozitimin e tyre edhe në vende ku kjo është e ndaluar.